Përshëndetje gjithë miq, takohemi në Albania Newscast në episodin ton të radhës së kësaj fillim jave, përsëri java që sapo lan pas, por dhe java që sapo ka hyrë, duke sikur ka shumë zhvillime dinamike të cilat do t'i ndajmë edhe me ju, me dy të ftuar. Kam kënaqësinë të kem Ajsejda Gjylin, e cila është pedagoge dhe analiste. Faleminderit. Kënaqësi që të kam. Dhe Redi Muçi, deputet nga Lëvizja Bashkë. Redi, faleminderit. Faleminderit. Ta fillojmë me zonjën, besoj dhe Redi është dakord. Ajsejda, ti i ke parë protestat, reagimet, ndalemi pak te java që sapo lan pas. Një protest masive ajo të shtunës. Si e ke parë gjithë këto zhvillime dhe këtë kundër reagim që ka bërë qeveria ditë të fundit, edhe me goditje të drejtë për drejta ndaj disa personave që po merren me protestë? Po, ka qenë pak e paparashikueshme e gjithë gjëja, në termat që kur inicioi askush nuk e mendoi që do të merrte këto përmasa që ka marrë tashmë, dhe me gjitha ato pikpyetjet edhe drithijet që u ngritën si fillim mbi kush e ka organizuar, ku iniciua, kush është dora pas protestës etj, sepse patjetër diskutim edhe në diskursin politik të mediatik. Ajo që shikohet tani më është që nuk ka më asnjë lloj rëndësie pyetja se kush e organizon edhe kush është pas protestës, për aq kohë sa ka marrë përmasat e një mobilizimi të kësaj forme shoqëror. Kështu që ajo e ditës shtunë tregon një mobilitet të përmasave të jashtëzakonshme që do dalin shesh dhe përfaqësojnë në një farë mënyrë një masë goxha të konsiderueshme të popullit shqiptar, qoftë të atij brenda, qoftë atij të diasporës, etj. Po patjetër që protesta vetvete ka vënë lëvizje dhe qeverinë, ka çuar në një lloj amplifikimi, nga ana tjetër pastaj reagimet janë të kuptueshme, duke qenë se situata në një farë mënyrë ka dalë nga kontrolli për t'u menaxhuar, për t'u adresuar, për t'u vendosur në një diskutim përballë për çështjen e zgjidhjes objektivave që ka vendosur protesta, duke qenë se protesta vetvete nuk ka një leadership, nuk ka një ekip leadershipi, se ndryshe nga protestat e tjera që janë zhvilluar në Shqipëri të përmasave të konsiderueshme, siç ka qenë protesta e studentëve apo e armëve kimike, kemi qenë situacioni që ka patur një ekip, ka patur disa objektiva të cilat në një farë mënyrë qeveria i ka patur më të lehtë për t'i negociuar apo për t'u vendosur në bisedime për zgjidhjen e këtyre objektivave. Në këtë rast që të japi dorëheqjen. Kërkesa kryesore këtu është dhënia e dorëheqjes, e dyta është mospasja e një ekipi me të cilin ti mund të negociosh kërkesat apo objektiva, sepse u iniciua me zvërnesin, u iniciua me disa kërkesa për shfuqizimin e disa ligjeve, paketa e maleve, investitori strategjik, por edhe ligji zonave të mbrojtura, edhe pastaj ligji me ndryshimet e 2024-s për investimet. Pikërisht, dhe në këtë pikë të ndodhur dhe të gjendur përballë këtij situacioni bëhet shumë e vështirë edhe në terma çështje rregullshmërisë dhe mënyrës se si do të negociohet për të çuar tek zgjidhja. Kështu që mendoj që është një situacion që si për gjithë ne, mendoj edhe për qeverinë ka dalë pak nga parashikimi se si mund të menaxhohet. Redi, e shtuna ishte kulmi, po besoj edhe ka një angazhim të përditshëm. Si ke parë, ti ke qenë pothuajse përdit atje? Unë kam qenë në fakt përdit, në gjithkohë zgjatja e protestës, dhe është e vërtetë se protesta e ditës së shtunë ishte diçka e paimagjinueshme për çdo shqiptar. E them sinqerisht, jo vetëm nga masiviteti, po nga entuziazmi, nga krijimtaria atyre që ishin në shesh, dhe nga, si thua, përgjigjja që i dhan edhe deklaratës ose fjalimit i gjatë të Edi Ramës. Tani, unë do thoja që sa i përket protestës në vetvete, janë 3 thirrje kyçe që përdoren masivisht nga populli i protestës dhe që përkufizojnë atë në terma, le të themi, të qartë. Atëherë, e para është Ramanburg-Berishamburg, pra një thirrje e cila synon dhe kërkon në vetvete ndryshimin e një sistemi të tërë, sistemi politiko, mediatiko, ekonomik ose oligarkik do të quaj unë, që do përbënte fundin e të ashtu quajturit tranzicion, që në fakt ka nisur që me rrëzimin e regjimit të shkuar dhe ka arritur deri në këtë pikë të shoqërisë tonë, si thua. E dyta është thirrja revolucion, sepse thirrja revolucion cakton pikërisht këtë përmbysje. Po kur flasim për revolucion, sigurisht do flasim për revolucion të shekullit të 21. Revolucionet e dikurshme, për shkak se kishin përballë mbretër. Jo revolucion me gjak, po. Po sigurisht që jo, pra. Revolucionet e shekulljve të shkuar, sepse kishin përballë mbretër, atëherë detyrimisht që bëheshin të dhunshëm, ndërkohë që revolucionet e ditëve të sotme, pra në terma të përmbysjes, jo thjesht të një partie, të një pushtet, por të një koncepti të organizimit social,
i kemi parë dhe vende tjera situash dhe janë gjithmonë revolucione paqësore, pikërisht sepse sot bëhet fjalë për kushtetueshmëri, bëhet fjalë për vendet Bashkimit Evropian që janë shumë herë më demokratike se ne dhe shumë herë më përgjegjëse ndaj elektoratit, popullit tyre si thua, kështu që kjo është forma moderne e revolucionit, masiviteti që kërkon fundin e një sistemi. Dhe treta është Shqipëria e re. Pra një thirrje që e përcakton atë çka duam dhe këtë pastaj mund ta përkufizojmë në 1000 forma ndryshme se çfarë është Shqipëria e re për gjithë secilin e protestuesve që janë aty në shesh. Mund të jetë fundi i oligarkisë, mund të jetë ndryshimi i sistemit mediatik, mund të jetë fundi i gardhimeve, siç i shohim dhe siç duket tashmë që qytetarët. Kakomea ishte e fundit qëra. Kakomea ishte e fundit, para asaj ishte Darda, para asaj ishte sigurisht Zvërneci dhe para asaj ishte Rjolli. Duhet harruar përplasja, do thoja, e trimave të Rjollit, më lërë të quaj kështu, sepse ata ishin të parët që u përplasën trup më trup me të ashtu quajtërit siguri private, do me thënë që kishte zatuar tokën e tyre, dhe që nëpërmjet shembullit tyre i dhanë zemër shumë kujt tjetër dhe janë ata iniciuesit. Pak anti-ligjore, sepse po shkojmë në vetë gjyqësi, në momente gjyqësi popullore. Mos ka rrezik për të kaluar në anarshi, për të goditur shtetin e tjerë, apo jo? Jo, sepse këtu shteti, ose të paktën për 13 vitet e fundit kur Edi Rama ka qenë në pushtet, shteti në terma ligjor nuk ka funksionuar. Të paktën për këto raste. Para po themi, në Kakomen, nëse ka pas një rrethim të palishëm, i cilin këto ditë e protestave nis duke u hequr nga vet ata që e kanë rrethuar, ashtu si dhe në Zvërnec. Atëherë do thotë se shteti s'ka qenë, nuk e ka kryer detyrën e vet. Dhe një detyrë që nuk e bën shteti, një të drejtë që nuk ta jep shteti, populli ka çdo drejt moral edhe kushtetuese që ta marrë vetë në dorë pra. Dhe në një moment të tillë përmbysje e revolucioni pra, gjëra të tilla ndodhin në mënyrë të spontane. Dhe kjo shënon fazën e një procesi që nuk mund të kthehet më pas. Është thyer frika, është thyer sensi i nënshtrimit ndaj padrejtësisë dhe është vënë në lëvizje një motor i tërë, një rrjedhë e tërë, e cila un jam i bindur që shumë afër, po themi punjavësh, do konkludoj me dorëheqjen e Edi Ramës, me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme dhe mëtej me përshkallëzimin e kërkesave le të themi të protestuesve. Do flasim edhe për këtë skenar. Arseda, ikën Rama apo jo? Kjo është krye pyetja e ditëve të fundit. Dhe çfarë mund të jenë skenarët për kaluar më pas? Se jam i sigurt Lëvizja Bashke ka një skenar. Ti si e mendon? Të paktën në termat e me sa e shikoj për momentin, nuk duket sikur Rama do ta japi dorëheqjen, të paktën momentalisht. Ajo që gjykoj në skenarin e mënyrës se si mund të perceptoj protesta është që skenari më i keq i mundshëm është ai i dhunshëm. Që do thotë ashtu siç e tha dhe Redi, nuk jemi në termat e një revolucioni që duhet kanalizohet si një revolucion i përgjakshëm apo një revolucion që do të perceptojë në opinionin publik si luftë civile. Sepse kjo pastaj nuk do ta zhbonte qëllimin e protestës dhe të gjithë këto rezultate të marra deri më tani, e para kur protesta ka shërbyer si kupola mbrojtëse e lëvizjeve të spakut në një farë mënyre, ku protesta ka shërbyer për ndërgjegjësimin qytetar dhe kultivimin e një kulture që ne deri më tani nuk e kemi patur, të një lloj reagueshmërie të këtij tipi, ka vënë lëvizje partitë e mëdha për reformim të brendshëm dhe mendoj që në këtë prizëm do të ketë rezultate imediate, por nga ana tjetër duhet thënë dhe duhet kuptuar diçka që shtetformimi, reagueshmëria, revolucioni vetvete kulturor, kultivimi një kulture të caktuar të shtetit të së drejtës, të demokracisë, funksionimit demokracisë brendshme institucionale, por edhe të qeverisjes, është një kulturë në vetvete, është diçka që duhet të kultivohet me kohë. Patjetër që një protest përbën pikën iniciuese të këtij ndryshimi, por nga ana tjetër ne na duhet kohë për ta kultivuar atë dhe do të ishte në opinionin tim për ata që e konsiderojnë veten përfaqësuesit e protestës, do të ishte pak e pa vend të iluziononim njerëzit se do të ha me luk floriri, pra më kupton logjikën në termat që do të vi ndryshimi, do të vi ky ndryshim në një formë të caktuar. Drejtësia munguar. Patjetër që kjo do të kërkojë kohë, patjetër që do të kërkojë kohë. Nuk mund, është proces i kultivimit të një kulture të caktuar. Kemi protestë, por patjetër kjo do të kërkojë kultivim të protestave të vazhdueshme për këtë implementimin e këtij shpirtit të reagueshmërisë në shoqëri. Zgjidhja më e mirë zgjedhje parakohshme apo jo?
kjo? Në optikën time, mendoj që zgjedhjet e parakohshme do të ishin mundësia më e mirë, sepse i jep të drejtën në një shtet demokratik të garës, të gjithë futen në një garë të lirë. Nëse protesta do zgjedhet përfaqësohet me një instancë politike, lëvizje politike apo parti politike, të përfaqësimit të atij grupi aty që e konsiderojmë elektorat. Sepse në demokraci, zgjedhja e vetme, mendoj, do të ishte kjo. Pastaj nëse do të shkojmë tek ajo teza e një qeverie teknike, kam frikën e një mishmashi të radhës, më kupton, sepse patjetër në këtë pikë për aq kosa nuk ka përfaqësi, për aq kosa aty brenda ka larmishmëri të bindjeve, të perceptimeve, kemi target group LGBT, kemi target group të kishës, të musliman, kemi partitë të reja etj, që të gjithë nuk ndajnë vetvete ideale dhe kemi parë që për partitë e reja ndoshta që të bëhen gjithë bashkë është shumë e vështirë se ndahen në pikën e idealit të konceptit asaj që ata besojnë edhe bindjet që mbrojnë. Kështu që të dalim tek një e mire për bashkët në termat e një qeverie teknike, mendoj që nëse s'do kishte pastaj, nëse s'do të vinte dora e ndërkombëtarëve, do të bëhej një mishmash i madh që ndoshta do ta shpërbënte misionin e të tërës. Në optikën time gjykoj që protesta mund përfaqësohet lirisht me një lëvizje, me një organizëm, çfarë do, përfaqësie, dhe pastaj të futeshin në zgjedhje të lira për të parë se ku jemi, sepse në këtë pikë ku jemi ka ndryshuar shumë balanca. Qoftë për partitë e mëdha, qoftë për partitë e vogla, që mund të kenë marrë credo, unë gjykoj për shkak që Lëvizja Bashkë ka marrë shumë credo nga protesta dhe mund dilte shumë më e fortë nga zgjedhjet. Kështu që pse jo të japim liri që mbas një riformulimi, një lloj riperspektive. Atë PD-ja dhe PS-ja janë në pikën e reflektimit, nuk janë në pikën këtu tani më që kanë shumë hapësirë për të bërë më shumë se kaq. Të reflektojnë dhe të bëjnë ndryshimet përkatëse të brendshme që duhet ishin bërë shumë kohë më përpara. Redi, cilit janë skenarët? Pra, e dëgjoj shpesh nga të gjithë edhe analistë dhe gazetarë, por edhe njerëz të ndryshëm. Nëse shkohet në zgjedhje të parakohshme për 45 ditë, siç e parashikon ligji, gjasat janë që konfirmohet kjo majorancë, ndoshta jo me 83 mandate, por me më pak, po çon si ka. Në funditës mund të është ky rrezik që ajo të rimandatohet përsëri. Cilët janë skenarët më të mirë mendoni ju që për të vajtur gjitha palët të barabarta nëse duke zgjedhur parakohshme? Atëherë unë po them cilët janë skenarët e mundshëm dhe pastaj cili është skenari më i mirë i mundshëm, jo thjesht për ne, po që mendojmë për situatën në cilën ndodhemi. Pra ekziston një skenar në cilin le të themi Edi Rama i jep dorëheqje nga kryeministër, por ama mandaton kuvendin që të zgjedhë kryeministrin e radhës. Dhe sigurisht me 71 vota do dalë përsëri nga radha e Partisë Socialiste. Një manovër që duket sikur po tenton ta bëj edhe me të ashtu quajturat zëra ndryshe brenda Partisë Socialiste, që sigurisht kur vjen puna për të votuar janë gjithmonë në rresht për të plotësuar numrin e votave për heqjen e amnistisë, për gjithçka tjetër që është e nevojshme. Po kam fjalën këtu për zonjën Spiropali. Nuk e serioze zonja Spiropali. Nuk më duket as pak ndaj zotit Rama. As pak serioze s'më duket, sepse kur vjen puna për të votuar ligje shumë të rëndësishme, ajo është vendosur në rresht si gjithë tjerët. I pari është Aulian Balla, pastaj me radhë gjithë. Zoti Balla dihet që. Kështu që ky është skenari i parë, që qartas ju mendoj se nuk do t'i përshtatej situatës që ndodhen. Skenari tjetër është për shembull ai që flitet për një qeveri tranzitore. E them me drejti që do duhet pyetur PD-ja dhe PS-ja, sepse një qeveri tranzitore që do dali po prapë nga ky kuvend, është një qeveri që do zgjidhet nga këta deputet në fund të ditës. Dhe që në momentin që në protesta në vetvete është në kundërshtim të dyja palëve, më duket se qeveria tranzitore që del nga marrëveshja këtyre palëve është një nonsens politik, domethënë. Padyshim që unë do thoja që zgjidhja më e mirë e mundshme janë zgjedhjet e parakohshme, të cilat kanë kufirin, si thua, që duhen të bërë kufirin e poshtëm, pra them 45 ditë se mund të shtyhen edhe për një muaj tjetër, edhe për 2 muaj tjetër të tjerë, e kështu me radhë. Nuk është e thënë se s'bën 45 ditë. Dhe që është një skenar në cilin kushdo rikandidon, si thua, çdo parti hyn në garë dhe ribalancohet, le të themi, pushteti i cili shprehet në pjesëmarrje në kuvendin e ardhshëm, si thua. Kështu që është një kërkesë që qartazi po del tashmë nga protestuesit. Thonë ne duam të shprehemi dhe duam të përfaqësohemi ndryshe nga çka ndodhur deri në këtë moment. Po të ishte për mua, sigurisht do thoje që do ishte mirë sikur të ishte bërë reforma zgjedhore më parë dhe jo reformë zgjedhore që bëjnë këto dy palë, por një reformë zgjedhore që mundson pluralitetin maksimal të parlamentit shqiptar, pra një
po themi proporcional kombëtar me prag shumë të ulët ose pa prag fare, që do të jepte më tepër mundësi partive të reja në këtë rast, sigurisht. Po njëkohësisht do ishte një parlament më plural dhe më i përfaqësuar. Ashtu siç u tha këtu edhe nga zonja që edhe në vetvete protesta është shumë plurale. Pra nuk është vetëm një grup, janë shumë grupime ndryshme. Kolorit me njerëz. Që do duhet të përfaqësoheshin edhe në parlament nëpërmjet partive me të cilat kanë, si thua, më shumë afrimitet. Megjithatë, në momentin ku jemi dhe në opsionet, si thua, që kemi në tavolinë, do thojë që opsioni i dorëheqjes dhe i zgjedhjeve të parakohshme do duhet të jetë opsioni për cilin këmbgulin protestuesit që janë në shesh, sepse nuk mund t'i kërkojmë do të gjitha që ketë edhe reformë zgjedhore, edhe pastaj zgjedhje, edhe qeveri teknike, ndërkohë që këtu po flitet që Edi Rama do sjell prapë në kuvend ligje në shërbim të këtyre oligarkëve që kanë zaptuar tokat si në Zvërnet, si në Rjoll. Për shembull, projekt ligji i radhës është se si këto supozuara hotele me pesyes do paguajnë mas taks të territorit në cilën ndodhen. Po, për 10 vjet mos gabojmë. Për 10 vjet e ardhshme. Kështu që në momentin kur po digjet fshatin në vend, të them kështu, ai përsëri po sjell në kuvend projekt ligje në shërbim të oligarkëve që ka rrotullti. Kështu që kjo më duket e parasyshme që kjo situatë të vazhdojë ose të shtyhet në kohë nëpërmjet qeverisë teknike. Po them prapë do dalin nga të njëjtat parti. Nëse nuk ikën Redi, cili është skenari 2, çfarë ndodh? Nuk ikën, kemi rastin e Serbisë. Nuk është shumë larg nga ne, Vučić vazhdon, qëndron pavarësisht se studentët tashmë janë futur në një parti politike. Madje kishim bërë një organizim, një student, një fshat. Po bën një organizim edhe kapilar në terren. Unë do thoya që ka dy gjëra të rëndësishme që e dallojnë, le të themi, situatën nga ajo e Serbisë. E para ka të bëjë me faktin që Vučići si lider autoritar deri ku ultranacionalist, mbështetjen bazën e tij elektorale ka në zonat rurale të Serbisë. Si thua, Beogradin asnjëherë se ka patur pas vetes. Dhe rrjedhimisht e rigjen aty mbështetjen. Ndërkohë që Edi Rama është një politikan i cili ka dalë gjithmonë me tezën e piktorit politikanë, atij që është antikonformist, pra. Dhe në momentin që ka humbur Tiranën, dhe qartazi ka humbur metropolin që ka bërë bashkë gjysmën e Shqipërisë, për fat keq fundja, do të thotë se ka humbur mbash Shqipërinë, pra nuk ka bazë rurale të fortë që të rikonfirmohet në pushtet, si thua. E dyta ka të bëjë me faktin që Edi Rama ka qenë deri në këtë moment i paaftë për t'i dhënë një përgjigje politike situatës. Pra po të vini re ditë pas dite, gjitha përgjigjet që i ka dhënë janë tetë qesharake, kanë bëjë me agjentë të ndryshëm të infiltruar, me fundamentalist fetar, me neokomunist. Së fundmi doli teza e Iranit, pastaj e kosovarëve që vinë që të protestojnë këtu, influencerat, teza teje të diskredituara, pra që nuk i kanë dhënë përgjigje situatës. Dhe kjo tashmë ndihet edhe në marrëdhëniet me evropianët. Për shembull, doli lajmi se Ministri i Financave të Holandës do jetë në interpelancë për të dhënë përgjigje dhe llogari, si thua, pikërisht për kompanitë Guack që janë të përfshira me çështjen e Zvërnetsit dhe për të bërë ditur edhe aksionerët shqiptar që janë anonim, pra se kush janë këta dhe ç'lidhje kanë me trafikun e drogës. Pra e kuptoni që është vendosur tashmë çështja nga Zvërnetsi në Shqipëri në rang global. Pa harruar edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, se edhe aty ka një vëmendje të madhe. Padyshim edhe aty ka një vëmendje të madhe, sigurisht aty është e përqendruar vëmendja tek përfshirja e Jared Kushnerit dhe Ivanka Trumpit. Megjithatë, unë besoj se qartazi tashmë në ditën e 22 që jemi sot protestës, i shtohet retorikës edhe të mediave të huaj jo thjesht problemi flamingove, për ta thënë kështu, dhe Ivanka Trumpit, por edhe problemi real, konkret që ndodhet brenda Shqipërisë dhe që nxit shqiptarët të dalin në rrugë, pra. Arseda, nuk ikën Rama, çfarë ndodh? Në gjykimin dhe perceptimin tim, ajo që teza me cilën kishte dalë Elisa, mendoj që ka vend të konsiderohet në Elisa Spiropali. Mendoj që ka vend të diskutohet në momentet që flasim, nëse jam e bindur që nëse Rama do të vendosi të qëndroj, pra t'i bëj rezistencë deri në fund, do jetë i detyruar të bëj ndryshime të cilat të paktën opinioni publik do japin perceptimin e një riformatimi të partisë. Sepse për ndryshe, patjetër që kjo nuk do të kënaqte kërkesat e asaj se çfarë ka publiku dhe çfarë artikulon publiku. Pra nëse do të zgjidhte dhe nëse nga protesta do të lejohej që ai të vazhdonte në një farë mënyre të qëndronte, por gjykoj se
Kjo rezistencë është goxha kongullse dhe nuk e di nëse jep hapësirë për të shkuar tek plani B. Por nëse do të shkojmë tek plani B, do të jemi gjykoj tek teza e një riformatimi të partisë, qoftë në nivel strukturor, por mendoj më shumë të qeverisë në nivel përfaqësimi, duke qenë se këtu kemi të bëjmë me vendimarrje që do të kërkoj një dorë të fortë sa i takon daljes nga status quo-ja dhe nga kjo forma tradicionale që ne jemi mësuar të nivelit vendimarrjes, që do thotë edhe vetë rezoluta e fundit e Bashkimit Evropian thoshte që bashkë me amendamentet e miratuara, disa u rrëzuan, disa u lanë në fuqi, që do thotë janë artikulimet e eurodeputetëve për ndryshime që duhet bëhen apo për po themi dispozita ligjore që duhet përforcohen, që lidhen shumë me disa ligje, po një nga ato që unë dua të citoj dhe që e di që Shqipëria do të ketë një vështirësi shumë të madhe është ligji i pronësisë. Dhe ky kapitulli 27 që themi ne i mjedisit, ka një amalgam të jashtëzakonshme të dimensionalitetit vetë brenda, ku ngërçi dhe ai problemi më i madh që do të haset edhe vetë qeveria dhe ata e din shumë mirë. Unë vetë dikur jam marrë me këtë punë dhe e di shumë mirë që sa është dashur të negociohet për të hapur një sektor i cili duhet merrej me pjesën e menaxhimit të tokave, gjë që nuk u realizua dot, paktën deri në atë kohë që kam qenë unë në atë proces. Që është ligji 7501 i çështjes së pronësisë. Dhe mendoj që kjo do të jetë ajo pika më e nxehtë e negociimit dhe prandaj sot jo më kapitulli 22-23 dhe kapitulli 11, 12, 13 i sigurisë ushqimore, sot ka dalë prioritet një tjetër kapitull që është ai 27 që është i mjedisit dhe ndaj sot është ngritur dhe është bërë një luftë e tillë, gjykoj, jo vetëm nga qytetarët për të artikuluar këto nevoja, po dhe vetë nga PE-ja sepse e din shumë mirë që çfarë do të nxjerrë nga nëndheu në momentin kur do të fillojë dhe do të negociohet për këtë ligj specifik. Dhe gjykoj që këtu do duhet një vendimarrje e një qasje tjetër dalje nga mënyra se si jemi mësuar ne. Për ta bërë më ti negociojmë, ti përafrojmë legjislacionet në Shqipëri. Kur thua mund të ketë një reformim nëse Rama i mbjeton, largim i njerëzve që kanë probleme me drejtësinë nga PS-ja apo nga kabineti qeveritar? Unë gjykoj që jo vetëm ata që kanë probleme me drejtësinë, por dhe ata që në një farë mënyre nuk e dinë se si duhet të qeveriset në një qeverisje demokratike që aderon për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Nuk do thotë detyrimisht që ti si funksionar e ke kryer misionin tënd vetëm thjesht sepse s'ke çështje me drejtësinë. Mendoj, është mindset, është qasje, është perceptim. Unë e kam thënë dhe më përpara që ajo që çedon me politikën aktuale është mindseti, është mënyra se si ata e shikojnë qeverisjen. Qeverisja janë vetvete ose të ardhurit në politik, nuk është arrivizëm dhe nuk është as një formë për t'u pasuruar, domethënë nuk duhet parë në këtë këndvështrim. Këtu pastaj futemi e para. Futemi tek duhet të zhbëhet për të larguar njerëz që kanë probleme me spakun, apo duhet shkojmë tek një riformatim me njerëz që kanë mindsetin. Kjo hapja që bën partitë politike, jo me çdo individ që ka ndodhur hapja ka qenë negative. Ka njerëz që tek kjo hapja kanë rezultuar njerëz që kanë sjellë një frymë ndryshe, kështu që po të bëhet lëvizja. Rasti më i mirë fakt është viti 2005 i PD-s, që nga një moment nuk është se ka patur edhe PS-ja 2013-ën. Pikërisht, po dhe këto hapjet episodike kanë sjellë edhe element që kanë në vetvete përbëjnë një... Kaluam automatikisht një tjetër pikë, dua kaloj dhe të redi. Elisa Spirpali, të duket serioze, pra mundet të synoj fronin e kryetarit, apo është e vështirë? Po për aq kohë sa Rama do të jetë vet aty, mendoj që personi që do të shikohet si magjari i mundshëm i PS-s apo magjari i mundshëm i PD-s, do dojë një lloj miratimi de facto apo de jure, ta quajmë si duam, nga kryetari aktual, pra një lloj bekimi do e dojë, sepse ne e dim traditën e politikbërjes shqiptare patjetër, ne këtu nuk do flasim për idealizma të tipit. Bekimi mund të jetë mëkat, mund të kthehet në mëkat, domethënë. Këtë se dim, po në optikën tradicionaliste të mënyrës si është bërë politika në Shqipëri, ne e dim që pa bekimin e të vjetërve, vetëm nëse ata zhduken dhe zhbëhen fare nga arena politike. Më lejo, PS-ja ka traditë vrasjen e babait.
politik. Po, patjetër qëndron dhe kjo. Po që të arrim... Dhe Zoti Rama është... Zoti Rama është... Ai që këtë formule ka patur e ndryshoj më vonë, po. Është akoma, duket akoma që po e mban fort status quo e vet, duket që po e mban fuqimisht, nuk po shkon tek pika që e distancimit vet. Pastaj nëse do të ndodhi ky puç i brendshëm, më thashë edhe lëvizja e asaj deputetes në një farë mënyre Mariana Koçeku, neomalsore për ata. Neomalsore. E kanë fiksuar ashtu. E para tregon krizën e thellë të përfaqësimit të brendshëm në optikën time, ku hapja këtu rezulton që jo gjithmonë partia duhet të hapet vetëm me element që gjykon thjesht se janë të rinj në mosh, por përfaqësimi këtu duhet të jetë në nivel qoftë të besueshmërisë, qoftë edhe të njohjes së politikës. Dhe kjo përveç se cilë krizën absolutisht. Për te asaj. Sigur pa foton me qingjat edhe aty. Për te asaj, pastaj ajo është ajo gjithë respektin, ajo as nuk na jep asnjë lloj krediti në terma politik, por e shikoj që përveç se cilë krizën e përfaqësimit, nga ana tjetër përbën precedencën për një rrezik për atë që mund ta quajmë destabilitet shumicës parlamentare, kill the father, që mund të vi problemi nga të vetët. Pra kriza mund të vi nga të vetët. Do ishte fundi botës. Absolutisht jo. Absolutisht jo. E shikon që po trazon urat në PS, pra po vjen ajo epoka e re e fundit të këtyre liderëve që kanë një lidhje të fortë me të kaluarën komuniste, pra jemi në prag të këtij fundit të tranzicionit edhe të partive kryesore politike, dhe ndoshta pse jo, lindja e një zeniti të ri, pra një partie të re, ose pse jo ju partitë të reja ose dikush tjetër. Unë jam i bindur dhe besoj e konfirmoj këtë gjë që do them tani edhe vetë videoja në cilën foli Zoti Rama ditën e shtunë, mos gaboj, ku fytyrat e deputetëve të Partisë Socialiste që ndodheshin në shtallë ishin të tilla sikur dukeshin kishin shkuar për të ngushulluar në një ngjarje të trisht dhe situata në cilën ndodhen, besoj unë, përtej dhe faktit që një prej tyre zonja Koçeku zgjodhi që të tërhiqej nga Partia Socialiste, që është shumë domethënës si fakt, mendoj se është protestat në vetvete ushtrojnë presionin e duhur edhe tek deputetët e Partisë Socialiste. Ashtu dhe ata demokratikës, po sidomos. Do flasim për ata, po do ta marr me radhë. Po e kam fjalën këtu që kur si thua presioni vjen nga poshtë, përçohet tek deputetët, atëherë detyrimisht deputetët këtë presion e përçojnë te vetë kryeministri. Pra kryeministri si garanti i pushtetit të Partisë Socialiste nuk është më e humbet këtë si funksion dhe kjo krijon pastaj tensionet brendshme dhe krizat brendshme. Kur vjen puna tek Partia Socialiste, unë e shoh të mundur reformimin e saj në të njëjtat terma siç ndodhi, le të themi, reformimi i Partisë Punës në vitin 91 kur ndodhi, pra, nga ajo që ishte në Parti Socialiste. Pra, duhet të them këtë gjë që e para punës Partia Socialiste detyrimisht qartazi duhet të ikë nga pushteti. Edi Rama duhet dal nga jashtë skenës politike dhe pastaj ndoshta në rrugtime sipër ata janë të aftë ose nëse do të tregojnë të aftë të reformohen së brendshme, jo thjesht me një figurë apo me dy, por në qasje mentalitet të pranojnë gabimet që janë bërë në këto 13 vjet, jo gabime estetike siç tentojnë të bëjnë, pra që edhe ne kemi gabime, edhe diku ka pas korrupsion, po të pranojnë atë që ka qenë sistemi i ngritur prej tyre, sidomos prej Edi Ramës, pra. Dhe i sofistikuar prej tij, pra, që gjithë rrjeti patronazhistëve, marrja në krahun e vet gjithë oligarkëve të medias, si thua monopolizimi i ekonomisë nga pak njerëz, me radhë. Kështu që kjo gjë ndodh do varet thjesht nga ata që janë brenda Partisë Socialiste, por unë nuk shoh të mundur asnjë skenar që real, si thua, ose që Edi Rama të vazhdoj të jetë aty, të vazhdoj të jap urdhra, të tërheq fijet, si thua, dhe në vend të tij të vendos një figurë si Spiro Pali për të thënë që ja se ku reformuan dhe ne. Do ishte njësoj siç hoqi zonjë Balluku nga pozicioni i ministres për të vënë drejtorin e saj, që sigurisht që është ushtari i bindur i zonjës Balluku. Por gjithsesi unë besoj që zoti Rama nuk do riskonte kaq shumë që një rivale ta promovonte në vendin e tij, se ka mekanizma shumë të dobët për ta kontrolluar, mendoj unë. Unë sinqerisht përtej qefmbetjeve që mund të krijohen kur janë në pushtet brenda një partie, unë nuk e shoh as pak zonjën Spiro Pali si një rivale serioze të Edi Ramës, sepse minimalisht dikush që është rival e artikulon qasjen e vet, e bazon në disa parime dhe jo në disa metafora kështu ose aludime se çfarë duhet të jetë edhe çfarë
qëndrojmë. Dhe sidomos e shpreh vullnetin dhe qasjen kundërshtim, si tu është nëpërmjet votës. Se në fund ditës deputeti ka zë dhe zonja Spiropari në kuvend s'ka folur kur. Deputeti ka votën dhe zonja Spiropari ka votuar gjithmonë siç e ngrë kartonin Taulant Balla. Kështu që me status e Facebooku që aludojnë nga një anë tek magjari në Hungari dhe nga ana tjetër supozohet e Edi Rama këtu në Shqipëri, nuk më duket as pak serioze, as për të dhe as për zotin Braçe, për t'i konsideruar realisht si le të themi zëra ndryshe ose leme pastaj kundër brenda e Partisë Socialiste. Më tepër duhet një lloj kështu një skenimi i brendshëm për të evokuar atë që dikur ka qenë debat real brenda Partisë Socialiste dhe që ka qenë, si thua, vlerë e saj si parti dhe që sigurisht është zhbërë që me ardhjen në krye të Partisë Socialiste të Edi Ramës. Redi, më jepe një koment për Partinë Demokratike. Ti je në kuvend, i shikon ndoshta ato që njerëzit nuk mund t'i shikojnë për tej kamerës. Po. Si ke parë partitë e mëdha, sa mos në seancën e kaluar? Atëre, unë deputetët e Partisë Demokratike nuk e kam parë kur kaq nervoz sa seancën e kaluar të ditës së njëjtë. Ata fitojnë në klapa. Unë mendoj se ata janë delegitimuar po aq sa dhe deputetët dhe sa vet Edi Rama, kur vjen puna tek një protestë masive mbar popullore, e cila ata mund të jenë edhe mbështetësit e PD-s në protestë, këtë asnjë vën në dyshim. Po në vetvete kreu dhe qëndrimi i krerëve të Partisë Demokratike ka bërë që ata të defaktorizohen të paktën, nëse të delegitimohen. Dhe sa i përket seancës të fundit, pastaj që shpyetje shumë e vend. Unë në fakt e kam denoncuar disa herë këtë inskenimin që ka ndodhur nga salla e kuvendit ku Partia Demokratike pretendon sigurisht shkelur ndonjë drejt dhe bën zhurmusin për ta bën zhurmë brenda sallës kuvendit dhe Partia Socialiste është në pozicionin komod që thotë atëherë nuk ka diskutime, shkohet direkt në votim dhe mbyllim seancën. Po sidomos në seancën e ditës së njëjtë, ku të dyja palët e dinin që ajo turma që nis marshimin pas orës 9:30 dhe marshon në rrugët e Tiranës, nëse ajo seancë do vazhdonte normalisht, ku kishte 15 projekt ligje për të kaluar dhe secili për çdo projekt ligj do diskutoj, atëherë ajo turm kishte shumë gjasa që të vinte dhe të rrethonte kuvendin. Dhe pastaj do bëj skandal i madh, ku këta deputetët e dyja palëve do ngujoheshin brenda në kuvend dhe s'do kishin guximin dinin jashtë, aty s'kishte bënte as policia. Prandaj ranë të dy dakord që ta prishin seancën, të ikin në orën 7 dhe edhe në orën 7 që ikën prapë aty u pritën te dera e kuvendit nga disa protestues. Ndërkohë, partitë e reja, Arseda, si i shikon? Kanë marrë protagonizëm në këto protesta, Partia Mundësia, Lëvizja Bashk, Adriatik Lapaj, si i ke parë të gjitha këto element? Kanë qenë aty të gjithë, por nuk është se ka marrë asnjëri nga këta autorsinë e protestës. Po ndikojnë, po ndihmojnë, po... Nuk shikoj një rritje të protagonizmit, duke qenë se shpesh herë dhe vetë protesta është treguar përjashtuese për disa nga elementët dhe nuk shikoj rritjen vetvete të protagonizmit për një pjesë të partive. Duket sikur ata vetë duan ta marrin vëmendjen. Pra shikoj nga postimet në rrjetet sociale, nga lëvizjet në parlament të zotit Shehaj edhe të deputetit tjetër Partia Mundësia të Erald Kaprit. Shikoj një lloj tendence, por për Lëvizjen Bashk e shikoj si organike, në termat që gjithmonë ka qenë në protesta, gjithmonë ka qenë aty për të ngritur zërin dhe është shumë organike, ndaj dhe thash që afekti ndoshta në zgjedhjet parakohshme mund të jetë shumë i lartë për Lëvizjen Bashk krahasuar me partitë e tjera të vogla, sepse i vjen në mënyrë organike, duke qenë se kanë përfaqësuar gjithmonë zërin e qytetarëve. Nuk exagjerojnë, nuk krijojnë përplasje. Por tërësisht në mënyrë organike është pranuar nga protestat, paktën me sa e kam parë unë, ndërsa tek partitë e tjera ka patur një lloj skepticizmi edhe të pranuarit, pra edhe të marrjes së kësaj kredos apo edhe të nivelit të përfaqësimit nëse do kemi zgjedhje të parakohshme. Kështu që i shikoj në analizë, i shikoj të ndryshme kredo të marra nga partitë të ndryshme të vogla. Gjykoj se ka patur një lloj impakti, mendoj që ka patur një lloj impakti dhe ata vetë janë vënë në lëvizje, i ka dhënë një lloj entuziazmi dhe optimizmi, mendoj protesta edhe për partitë e reja. Por ajo që është thembra e Akilit është reforma zgjedhore, pa ndryshim apo pa ardhje një ndryshimi në reformën zgjedhore në vetvete,
nuk mendoj që vetëm protesta do japi një projekcion pozitiv për Partitë e Reja, sepse kjo reformë aktuale favorizon më së shumti këto dinozaurët e mëdhenj të politikës, nuk është shumë në favor. Ne e pam që edhe marrja e votave dhe shpërndarja e votave nuk prodhoi aq mandate sa pritej. Flasim për rreth 67.000 vota afërsisht të Adriatik Lapaj, që u përkthye në vetëm 67 diçka e tillë, që u përkthye në vetëm një mandat, që do thotë në kuadër edhe të mënyrës se si u bëri shpërndarja, po edhe mbase se si u vendos pozicionimi, që ndoshta për partitë e reja do të kishte qenë më mirë pozicionimi vetëm në qarkun e Tiranës, por fakti që u pozicionuan në farë mënyre edhe u futën në zgjedhje edhe në qarqe të tjera e bëri disavantazhues për këto parti për të marrë më shumë mandate. U prit më shumë mandate u prit gati 2 mandate për Lëvizjen Bashk, u prit 3 deri në 4 mandate për Partinë Mundësia dhe prap u reduktua në një mandat në 2 mandate. Deri në 8 ishin projekcione për zotin Lapaj. Pikërisht, dhe gjykoj që këtu më së shumti është si themi insistimi për një ndryshim në reformën që do të miratohet më shumë se sa protesta. Ose ndryshim sistemi, se reforma zgjedhore po bëhet, po ndryshimi sistemi. Unë jam pak skeptike ke këto terminologjitë e ndryshimit rrënjësor, nuk shikoj akoma gati, ajo analiza që bëra në fillim, nuk e shikoj akoma gati Shqipërinë për ndryshime të tipit rrënjësor, mbase edhe mund të ndodhi, ose presioni dhe mekanizmi presionit i prodhuar nga protesta është shumë i madh, është i paparë ndoshta edhe në vende të tjera të Ballkanit apo europiane, jo vetëm në Shqipëri, duke qenë se ka marrë dhe këtë jehon ndërkombëtare dhe flitet random, por ideja është që sa do të arrit prodhoj ndryshim të rësisht të sistemit, vlen të diskutohet, sepse 2 partitë e mëdha kanë akoma forcë parlamentare për të patur ndikimin e tyre dhe për ta çuar ujin në farë mënyrë tek ara të madhe. Sigur sot ndodhi ndryshimi, është një proces për të shkuar drejt gjitha kërkesave që kanë protestuesit me të drejtë. Ndaj e thash, dhe patjetër dhe partitë e reja me të gjithë idealizmin dhe me atë që përfaqësojnë si e reja, e din shumë mirë që nuk ka ndryshime jo organike, pra nuk mund të vinë si ndryshimi totali të tërës brenda ditës. Dhe duhet jemi racional kur flasim për këtë. Pra, thash nuk duhet I shesim njerëzve që do ha me luk floriri, se entuziazmi I protestës patjetër vjen si të ndryshojmë të tërën, një jetë më të mirë, sepse qytetarët për këtë shqetësohen në fund të ditës, për cilësinë e jetës, për rritjen e rrogave, për rritjen e pensioneve, për emigrantët shqetësohen për prindrit e tyre këtu, për paratë e tyre që vini investojnë dhe I kanë kushte ndoshta të pasigurta të investimit, e tjerë janë shumë faktorë që duhet diskutohen, por e themi që të jemi realistë, dhe të jemi realistë duhet kuptojmë diçka që këto parti kanë akoma ndikim shumë të madh dhe duam apo jo ne partitë e mëdha. Ajo që mund të bëhet pozitive është që ata të reformohen, të reflektojnë, të kenë një përfaqësi të re, ndoshta më të hapur në mentalitet dhe në mendësi, por edhe ndryshimet vogla që mund të japin frymarrje, pjesëmarrjes edhe angazhimit në zgjedhje të partive të reja dhe mundësisë për po themi përfaqësi edhe nga partitë të tjera që duan të vinë qoftë për përfaqësuar protestën, por edhe për që nuk ndjehen të përfaqësuar nga partitë aktuale dhe vinë në formën e po themi për pjesëmarrjes në zgjedhje në kushte të barabarta. Redi, kjo tezë si do duket dhe si e shikon? Partitë e reja kanë marrë më shumë kredibilitet në kjo protesta apo jo? Si ndjeni ju vetë? Ne ndjejmë sigurisht mbështetjen të shumë fishuar dhe këtë nuk e thënë thjesht për pozitën ku ndodhem për të thënë që jemi rritur shumë, po ky është perceptimi ton I vërtet, si thua që nga kjo protestë shumë kujt ju thye frika për të dal nga ajo guaska e votës tradicionale familjare dhe për të hedhur një hap le të themi drejt të res e cila flitet edhe në sheshin e protestës. Unë sigurisht jam dakord edhe me faktin që ndryshimet që do të vinë ose do duhet vinë ose pritshmëritë do mund të realizohen shkallë, pra është një proces padyshim që po. Nuk mund të themi që nga nesër gjithçka do Nëse do kenë ndryshime do vi më një herë e mira, po themi. Protesta po lufton që ndryshimi të nisë dhe ky ndryshim nis pikërisht me dorëheqjen e Tiranës, me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Dhe nga këtu pastaj ky është një fillim I cili në parlament që do të konstituohet pas zgjedhjeve të reja
prioritet padyshim do ketë le të themi kërkesat e protestuesve që kanë të bëjnë me heqjen e një sër ligjesh, pra 4 ligje që kanë mundësuar gjithë të padrejtësitë të cilën po përjetojnë shqiptarët dhe për cilën po protestohet, pra për investime strategjike, për paketën e maleve, për heqjen ndryshimin e zonave të mbrojtura dhe për trashëgiminë kulturore. Pra, 4 ligje që e kanë bërë të mundur që të arrijmë në këtë pikë ku jemi. Kështu që po them prap, ky është prap fillimi. Sepse duhet shkuar pastaj tek reforma zgjedhore, ndryshimi i sistemit zgjedhor, duhet shkuar tek reforma e tokës, duhet zgjidhur problematika me pronësinë e gjithë shqiptarëve. Është një lëmë shaq i madh sa mbi 2000 viktima mos gabohem ka krijuar nga vitet 92. Për ta mbyllur, duhet të bëhet një parti politike apo jo nga kjo protestë? Shiko, nuk e dini qofse protestuesit vet e kanë vullnetin dhe do ta ndërmarrin si iniciativë, po sigurisht janë në çdo drejtyre legjitime që të shprehin qëndrimin e tyre dhe në arenën politike. Nuk di ta them. Do ishte kjo një zgjidhje e kësaj pakënaqësie apo një kanalizim i energjive te partitë e mëdha, te partitë e reja? Unë besoj se kanalizimi do jetë padyshim tek partitë e reja dhe ndoshta nëse një pjesë e protestuesve nuk dihen përfaqësuar nga partitë e reja tek një subjekt i ri që mund të dalë nga protesta. Aseta për ta mbyllur. Sa i takon përfaqësimit partijak. Duhet bëhet një parti politike nga kjo apo mund shkojë energjia te partitë aktuale? Unë shikoj diçka. Unë kam thënë që nëse do vi përçarje do vi si përplasje e egove të tyre. Sepse në momentin kur ti e vë të gjithë energjinë e protestës përballë përplasjeve për leadership, ne nuk jemi më të mirët si shqiptarë për të zgjidhur çështje leadershipi. Ne duam të gjithë jemi të parë, të gjithë jemi shefa, të gjithë jemi drejtues, pra nuk e kemi këtë sensin e solidaritetit, të zgjidhim dikë për të zgjidhur punë. Dhe duke e patur, thash dhe theksoj çështjen mentalitare, duke e patur çështjen mentalitare dhe duke e patur shumë ego të theksuara, dhe përçarjet që shpesh kanë ardhur edhe tek partitë në një farë mënyrë si rrjedhoje vendimin definitiv për leadership. Gjykoj prandaj është kaq e vështirë për protestën që të shkojë, duke sigurisht edhe ata vetë hezitojnë që të bëjnë një formacion politik, sepse e din shumë mirë fatin që prodhohet dhe vjen si rrjedhoje e kësaj. Prishet nëse do shkojë aty, kështu që gjykoj ka 2 skenare, ose që të shkohet me një formacion paralel politik i cili do të përpiqet marrë kredon e protestës dhe protestuesit i konsiderojë si elektoratin e vet, por mbas shpërndarjes së protestës, se një ditë dhe protesta vetvete do shpërndahet, nuk do vazhdoj përjetësisht, mbasi të ketë dhënë dhe rezultatin e vet politik nga kjo, me shpërndarjen ai nuk është më elektorat. Pra nuk e ke më të lokalizuar, pra aq kohë sa elektorati nuk e ke të lokalizuar, automatikisht të bie nocione dhe koncepti i përbashkimit të një partie caktuar politike. Ndaj dhe mendoj ata hezitojnë për të shkuar, por mbetet dhe skenari tjetër që nuk përjashtohet dhe mundësia e një formacioni, duke qenë se shikoj një zgjerrje të disa individëve që e kanë vetvete ambicien për politikë. Redi, nuk mund ta lë pa e përmendur, ti ke patur edhe sulme personale nga një pjesë e majorancës, lidhje me agjentura greke, me Greqinë, Vorë e Piri, ata që nuk e dinë, ne vim nga një qytet bashkë. Kemi kaluar fëmijërinë atje të dy, unë nuk di që ke patur lidhje të tilla, por e dua edhe një shpjegim për këtë. Jo, shpjegimi është fare i thjeshtë që ose një kundër replik. Fakti që këto sulme vijnë pikërisht në këtë moment dhe vijnë nga eksponent të Partisë Socialiste, unë thjesht i konsideroj si dekorata. Për gjithë ata që janë protestues në shesh, besoj se e kanë të qartë pse ky sulm vjen tani dhe pse më drejtohet mua. Është një lloj faktorizimi që na bëhet ne si lëvizje bashk, pikërisht sepse ata që janë duke hedhur baltën janë në momentin më të vështirë të karrierës tyre politike, madje qasjen tonë janë gramat e tyre të fundit. Sa i përket pastaj akuzave nga më të larmishmet që më janë drejtuar, besoj se jam përgjigjur sepse unë nuk kam as pak frikë për të thënë të vërtetën, kështu që në këtë kontekst jam i lirë të them qasjen time, edhe sa i përket çështjes së çamërisë, edhe sa i përket marrëdhënies së supozuar të Timeti me, nuk e di, atë rezortin e Ksamit. Gjitha këto janë çështje që unë kam shpjeguar publikisht dhe për çdo gjë është gjithsesi interesuar i gjejnë te gjitha rrjetet e mia sociale për t'u sqaruar. Dhe mund të më kontaktojnë personalisht ose kam pyetje të mëtejshme se çfarë them. Mirë, era në fund të kësaj bisede.
Ta them dhe një fjali të fundit. Protesta kanë nxjerrën jo vetëm pra situacioni politik më shumë se sa protesta, për të kuptuar diçka që në vetveten ne të rinjt nuk është se jemi armiqtë e njëri tjetrit, këtë duhet kuptojmë dhe dua ta them. Kjo që ka ndodhur me Redin, ka ndodhur me mua, ka ndodhur me shumë të tjerë. Ka ndodhur linçime për të cilat unë s'jam dakord, dua ta them, linçime ndaj njerëzve të ndryshëm që janë kritik ndaj protestës. Tani, unë jam të njerëzit që mbështes protestën, por një njeri nëse është kritik me protestën, nuk ka pse ta anatemohet. Se këtë bëjnë partitë e vjetra politike, këtë bëjnë militantët e partive. Dhe ajo që unë do t'i këshilloja protestuesit është të mos sillen si militantët e partive të vjetra politike. Ka diçka. Mund mos ta pranojnë një mendim kundër, por jo ta shajnë, ta ofendojnë. Ne këtu flasim për realitet politik, ne nuk flasim këtu për situacion momental të protestës, sepse situacioni i protestës është situacion momental, indicje, nisje e një reaksioni caktuar politik. Ne këtu nuk e kemi këtu fare çështjen të protestat, kemi te momentumi politik. Dhe ky momentumi politik do të thotë që ne si të rinj duhet reflektojmë një kulturë ndryshe, duhet respektojmë njëri tjetrin, duhet respektojmë bindjet e njëri tjetrit dhe nëpërmjet argumentit të gjejmë rrugën për të adresuar mendimin ndryshe. Kjo është ideja. Pra për aq kohë sa ti me një kulturë caktuar, edukat, respekt dhe nivel përfaqësimi tek tjetri çon mendimin ndryshe nëpërmjet argumentit, automatikisht këtu lufta është e humbur për atë që e çon në një nivel tjetër që mund të jetë një gjuhë të papranueshme që ne na bën të dalim tek publiku sikur jemi të rinj me fytyrën e vjetër. Jo, ne jemi të rinj me fytyrën e re të këtij përfaqësimi të ri dhe të këtij ndryshimit që duam ne të prodhojmë si figurë politike. Ne e kemi parë shumë mirë që në Shqipëri politika është bërë dhe me xhamps, në termat që sot ke mbrojtur një bindje politike, nesër je xhamp për hir të interesave të një bindje tjetër, një herë te PD-ja, një herë te PS-ja, një herë te partitë e vogla, për hir të interesave të caktuara ekonomike apo të rrethanave. Por ne si të rinj duhet jemi pak më të qëndrueshëm në termat e të ndërtuarit kësaj kulture dhe nuk është vetëm te linçimi apo te komentet negative, sepse të gjithë ne në një farë mënyre kemi marrë komente negative dhe duhet t'i pranojmë ato si pjesë e po themi të tërës. Por këtu që duhet kuptojmë është një momentum shumë i rëndësishëm i të ndërtuarit një kulture dhe kjo kultura është reflektim i një qasje komplet ndryshe nga ajo çfarë ka ndodhur deri sot në ditët që flasim në Shqipëri. Mirëm në fund, falenderoj shumë dyve. Kënaqësi që kishim. Ndërkohë me këtë diskutim në fund të kësaj pjese të Albania Newscast të këtij episodi do kalojmë në një hapësirë të shkurtër, do rikthehemi me pjesën e dytë. Ju na jepni komentet tuaja, bëni subscribe, bashkë me stafin tonë kemi parë me detaje dhe patjetër i kemi reflektuar në episodet e radhës dhe do të reflektojmë ato edhe në episodet e tjera. Shihemi vetëm pas pak.